Dështimi ka emrin Tola. Përshëndetje Rea. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Ky është paketimi, shikoni pak se sa cute me të gjitha detajet. Hej, përshëndetje, mirë se vini në një tjetër video në kanalin tim. Po fillojmë episodin e radhës të ditarit tim të vjeshtës. Mos e vini re mbrapa, është pak kërmuj, sepse kisha krijuar pak një skem për të xhiruar disa reelsa, sepse dje më kanë ardhur disa pako dhe sot duhet të bëja reelsat, i kam xhiruar, do t'i editoj pak më vonë dhe mendova që të hap një vlog të ri, një episod tjetër të ditarit të vjeshtës. Për fat mirë jam shumë mirë, në vlogun e kaluar siç e pat isha pak smur, duke qenë se kisha dhimbje veshi, por me mjekimet dhe me konsultën e mjekes çdo gjë shkoi mirë dhe për fat të mirë nuk kisha nevojë për antibiotik, pra nuk shkoi situata deri aty sa të më duhet të merrja antibiotik. Vitaminat do t'i vazhdoj, do vazhdoj t'i pi rregullisht, çdo ditë nga një tablet. Dhe përveç vitaminave, kam marrë edhe disa vendime të tjera, siç e dini, unë kam kohë që të kryej trajtime të masazhit limfodrenazh, trajtimet anticelulit dhe këto, por tani që po vjen dimri, duhet të bëjmë akoma më shumë kujdes, sepse normal lëvizim më pak, qëndrojmë më shumë kohë në shtëpi, dita është më shkurtër, kemi atë dëshirën për të parë një film, për të parë pak televizor, dhe në momentin që shikojmë televizor fillojmë dhe konsumojmë ushqim më shumë se zakonisht, më shumë se sa duhet, dhe për këtë arsye shtohet edhe pesha pa e kuptuar dhe duhet të jemi më të kujdesshëm, kështu që unë kam marrë një vendim, kam vendosur që në muajin e vazhdim, pra duke filluar po bëhet dita e 5 ndoshta sot, kam filluar të mas kalori dhe për këtë kam bler një peshore, është kjo peshorea këtu, është e vogël, është peshore për në kuzhinë dhe është deri në 5 kg, pra i mat të gjitha gramaturat ashtu siç duhet, dhe më duhet patjetër një peshore për në kuzhinë, sepse unë e kam programin me të cilin mas kalori, por zakonisht programi kërkon masa fikse, pra gramatura fikse që ti ke konsumuar. Deri dje unë vazhdoja dhe i masja me sy, por normal gjërat me sy nuk janë fare ashtu siç duket, dhe këtë e vërtetova dje, duke marrë ato paninet e vogla të bukës, ato i mendoja që ishin diku të 30 gram një panine, ndërkohë që kur i peshova ishin 80 gram, dhe vetëm nga ato imagjinoni pak se sa shumë kalori ekstra kam marrë pa e kuptuar. I gjithë thelbi për të ruajtur peshën ose për të humbur peshë është matja e kalorive, pra është matematik. Në momentin që ti konsumon këtë sasi kalorisht, duhet të djegësh më shumë në momentin që ti do të humbësh peshë, ose në momentin që ti merr këtë sasi kalorisht, duhet të djegësh po atë sasi kalorisht dhe të mirëmbash peshën që ti ke. Pra është plus minus, kështu që kjo peshore do të më ndihmoj shumë duke përdorur edhe programin normal. Tani, do t'ju tregoj pak shpejt e shpejt se çfarë i është shtuar rutinës time. Këtu kam një pako nga Onovo. Onovo është një faqe në Instagram e cila ka suplemente të ndryshme, kryesisht vitamina, suplemente për flokët dhe për pastrimin e organizmit. Dhe unë kam zgjedhur të marr këto tabletat këtu. Janë për pastrimin e komplet organizmit, pastrojnë të gjitha toksinat, ndihmohet shëndeti i zorës, konstipacioni, reduktohet fryrja dhe gjitha këto. Tani, suplementet asnjëherë nuk bëjnë magji dhe këtë dua ta theksoj, pra nuk është mirë që të përdorni suplemente që janë vetëm për dobësim, sidomos ato suplementet që thonë një pikë të çajin, jo merr këtë tabletën 2 herë dhe do dobësohesh, ndërkohë që mund ta hash çfarë të duash, nuk funksionon kështu. Normal që ti do të kesh shumë kujdes me ushqimin. Suplementet thjesht mund të jenë ndihmës, si në rastin e këtij suplementit nga Onovo, të cilin unë e mora për ta shoqëruar me këtë që do të bëj, pra me matjen e kalorive. Kjo thjesht do të më ndihmoj më shumë në tretje dhe në një
pastrim, le të themi, të toksinave, duke qenë se nuk ushqehemi në mënyrë më të shëndetshme të mundshme, kemi ngrënë vazhdimisht ushqime të cilat mund të jenë toksike, mund të kenë përbërës brenda të cilët nuk janë fare të shëndetshëm, dhe thjesht ky suplement do të më ndihmojë në përmirësimin, le të themi, të shëndetit, qoftë shëndetit të lëkurës, qoftë shëndetit të brendshëm të gjitha organeve. Pihet 2 tableta në ditë dhe komplet kjo, më sa mbaj mend, kishte 60 kapsula. Kështu që këtë muaj do ta konsumoj, sapo kam pirë tabletën e parë sot, duhet konsumuar bashkë me ushqim, pra ose në mes të vaktit ose në fund të vaktit, jo me stomakun bosh, dhe të shohim rezultatet. Unë do jap review të sinqerta, me faqen kam bashkëpunim, por unë do jap review të sinqerta. Nuk po të them merreni, blini direkt. Unë po e provoj vetë, po e pi vetë tani, dhe në qoftë se mua ky produkt vërtet do të më jap rezultate dhe do të më jap efekte të mira, pra me kalimin e ditëve, thash normal që ta shoqëroj me një dietë të shëndetshme, patjetër që do t'ja sugjeroj që ta merrni dhe ju. Dhe shpejt për të mos u zgjatur më shumë, do t'ju tregoj pak edhe pakon që më ka ardhur nga Moonfast. Është një faqe në Instagram e cila ka detajet e hënës, detajet e hyjeve, korniza të ndryshme dhe ide shumë të bukura dhurate, dhe më ka dërguar këtë kornizën këtu, të cilën unë e bëra unboxing në Instagram, në Reels. Në qoftë se nuk më ndiqni në Instagram, mund të më bëni follow dhe aty, dhe shikoni pak se sa e bukur është. Janë fazat e hënës në ditë të lindjes, pra 2 ditë lindje se si duken fazat e hënës. Në këtë rast kanë rastisur shumë të ngjashme, mund të them identike, dhe është një ide shumë e bukur dhurate, pra mund ta bëni me motrën, mund ta bëni me mamin, mund ta bëni për prindrit, edhe është një kujtim dhe duket shumë bukur edhe në shtëpi. Unë këtë do ta vendos tek dhoma e gjumit dhe siç u thash, po e mbush shtëpinë me korniza silver bardhëzi, sepse dua që ta dekoroj shtëpinë, ta mbush pak. Dhe kjo më pëlqeu shumë. Faqen do t'ja u le tag poshtë dhe ta dërgon edhe punën para se ta printoj dhe para se ta bëj gati, në qoftë se ti do një ndryshim, pra je gjithkohë në kontakt me të dhe çdo gjë bëhet me detaje. Cilësia është shumë e mirë, korniza këtu, kjo pjesa këtu është në ngjyrë silver, por është me xham. Gjë që duhet ta theksoj, është me xham dhe ka çmime shumë të mira, pra për një dhuratë, për një kujtim, ja super vlen. Kjo duhet jetë pakoja 3 që unë marr dhe patjetër që do të marr edhe të tjera, sepse po mendoj që të bëj dhe atë hartën e yjeve, ta vendos diku tjetër. Nuk e di, më pëlqen shumë, u vdes për hënën, jam e dashuruar me hënën, edhe kur më ka dalë kjo faqe në fillim, kam thënë, okay, këtu duhet të marr diçka dhe duhet të kem patjetër se s'bën diçka. Kam marrë një kornizë të vogël fillimisht, më pëlqeu puna dhe tani kam bërë edhe kornizë fotosh, pra ju mund t'i dërgoni edhe foton tuaj dhe t'ja u vendos në kornizë të printuar bardhëzi ose me ngjyra sipas dëshirës, i bën të gjitha me detaje. In my arms and trying to do this. Vibe and this energy of just like radiance, Chrissy Turlington and Kate Moss, and I just find myself. Mirëmëngjes nga
dita tjetër, unë dje nuk kam xhiruar fare sepse kam qenë gjithë ditën në punë. Tani sapo bëra gati, kam krijuar një outfit shumë të thjeshtë, pantallona kafe me këtë bluzën e bardhë dhe mendoj t'i hedh edhe një parë sy sipër, duke qenë se sot është pak më ngrohtë se ditët e tjera. Ndërkohë që shikoni pak flokët, kisha disa ditë që i mbaja të kapura dhe tani që le të themi sistemova pak, e shoh që kanë zgjatur goxha, pra i kishin prerë më shumë dhe gjatësia ka ndryshuar. Nuk e di se si u zgjatën kaq shpejt. Sot do dal me Rean edhe tani besoj për 10 minuta do takohemi, por para se të dilja mendova që të vendos disa aksesor, normal që kam vendosur vëthës, si gjithmonë vëthët e mi gold, varë se nuk e heq asnjëherë. Dhe duke qenë se më ka ardhur ora më e re nga Orlet, vendosa që ta bëj unboxing këtu dhe t'ja tregoj pak, sepse unë e adhurova dhe do ta vendos direkt sot. Ky është paketimi, shikoni pak se sa cute me të gjitha detajet. Po e hapim dhe t'ja tregoj pak orën time më të re. Kjo hape kështu. Më përpiqesha të hapja në mes, po kjo e kishte hapjen kështu. Dhe normalisht ka kutinë e vet. Është ora këtu. Më keni idenë sa shumë më pëlqeu, e adhurova. Shikojeni pak se sa bukur që është. Më ra. Shikojeni pak. Më kanë dërguar gjithashtu edhe këtë byrzëlyku në ngjyrën gold. Shikojeni pak se sa bukur që është. Më pëlqeu shumë. Do ta vendos tani. Dje kemi ndendur gjithë darkën për ta sistemuar, sepse i kisha shumë të madhe. Edhe i kam hequr 5 pllaka të horës i kam hequr. Prap e lash pak të lirshme, siç e shikoni, po nëse do hiqja edhe një, do ishte vërtet shumë e ngushtë. Shikoni pak sa e bukur që është. Unë orën e mbaj gjithmonë nga krahu i majt, nuk i kuptoj njerëzit që e mbajnë nga krahu i djathtë, po ma më duket më praktike për ta parë orën kështu, sesa nga krahu tjetër. Shkojnë pak, e ndryshon komplet pamjen. Do vendos edhe këtë. Dhe do e vendos kështu. Po duhet ta sistemojmë. Nuk e di, shkojnë pak sa bukur që duket dora. Me të gjitha detajet gold, tani këto flokët nuk e di unë si i kam sistemu kështu, nuk e di se duken këtu në video, po mundova për mirë. Kështu, nuk e di ta marrë këta apo mos ta marrë, po e lej një herë se nuk ka kush me rregullon këtu dhe jam e sigur që do ta humbas, po e ve këtu. Edhe e vendos nesër. Nesër do kryoj content për orën, por po e vendos që sot sepse nuk më pritej. Është shumë e bukur. Shkojnë pak se si duket. Me gold, me silver. Në fillim mendova që ta merrja vetëm silver, por si gjithmonë në moment të fundit e ndryshova mendimin dhe zgjodha edhe këtë që kishte edhe gold, edhe mendoj që kam bërë zgjedhje më të mirë. Më bën 3 tashmë, avash do t'i bëjmë pak si syzet që kam ishin palë dhe nuk di cilën të vendos. Kështu duket dhe ora. Tani do vendos këto syzet, edhe këto janë shumë stil këto kohë. Unë faktikisht i kam blerë që vjetë, sepse vjetë dolën fillimisht, por në qoftë se i shikoni tani influencerat, është plot Instagrame me syze si këto, pra syze të mëdhaja aviator, le të themi, modeli i Tom Fordit. Kështu do e hedhim edhe pak të sy në sipër. Mendova që t'ju bëja skincare-in sot në mëngjes, ta bëja bashkë me ju, por kisha haruar kamerën pa bateri. Dhe siç mund ta mendoni, u anullua. Kështu dukemi në total. Unë sa nuk dal, tani do takoj Rean, do dal me Rean, edhe në darkë do dalim përsëri sepse është ndeshja e Shqipërisë, kështu që i bie gjithë dita sot, do t'jemi nëpër Tiranë. Ndërkohë që ditë e tjera ose i kaloj vetëm në shtëpi ose i kaloj vetëm duke dalë, nuk kam një të mesme unë si njeri. Ose do dal gjithë ditën, ose do ri gjithë ditën në shtëpi.
Ose I le të gjitha gjërat I mbledh në një ditë dhe nuk e kuptoj pastaj çfarë të bëjmë përpara. Kështu, outfitin ja u tregoj edhe pak në ascensor për më shumë se tani janë vonë edhe duhet të nisem që të takoj Rea. Ky është edhe outfiti për sot. Kështu dukemi. Pothuajse gjithë veshja është nga Halara, pra pantallona, bluza, partesën e kam marrë second hand. Atletët janë atletët nga Temu, po I vesh sot për provoj si do duken, dhe çanta është nga Temu përsëri që e kam marrë në ato produktet që më dha dhuratë. Edhe syzet se me ku I kam marrë. Duke shumë bukur. Shikoni në Instagram, do e hedhim në Instagram. Duke ndëjtur në Instagram edhe pash recetën dhe mendoj që t'i bëj tani. Më duhen shumë të mira, nuk I kam provuar asnjëherë, pra është një recetë të cilën nuk e kam bërë asnjëherë dhe do sfidoj pak vete sepse është pak më e vështirë se recetat e tjera, do pak më shumë kohë, kështu që pa humbur kohë tani do të filloj me recetën. Fillimisht do fillojmë përgatitjen e brumit, sepse brumi kishte më tepër punë. Na duhet qumësht, na duhet gjartë, na duhet vezë, na duhet sheqer, miell. Do të fillojmë me qumshtin, duhet të ngrojmë 250 ml qumësht, të cilën unë do ta mas këtu tek peshorja tani. Duhet ta ngrohim, jo ta zgjejmë dhe të I shtojmë 7 gram majat të thatë, pra një lugë të vogël kam përshtypjen. Me majat, ta përziejmë derisa të bëhet shkum dhe më pas të shtojmë miellin, vezën dhe përbërësit e tjerë, sheqerin me radhë, derisa të zëjmë brumin. Brumi duhet të jetë I butë dhe ta lëmë që të vitë për të paktën 1 orë. Kështu që fillojmë me procesin tani, fillojmë të masim qumshtin. Tani na duhet të shkrim gjalpin, do shkri gjysmën e paketës, 50 gram, do ta shkri ose do ta shkri të gjithën dhe gjysmën do ta përdor për brumin dhe gjysmën do ta përdor për mbushjen. Tani këtu mora një tenxhere, mora këtë tenxherën e madhe, do shtoj miell, 500 gram miell, edhe mielli I olës është me gramatur tuanash, pra nuk më mundon që ta vendos në peshore. Thjesht do ta shoh me këtë pjesën këtu, pra të gramaturës. Dhe besoj një vezë. Gjalpin e shkrim që kemi këtu, gjysmën e gjalpit. Edhe një pjesë do ta lë për mbushje. Dhe vezën. Duhet të shtoj dhe sheqer 75 gram, pa masa të peshorje, 75 gram sheqer.
Okej, tani do bëjmë masë dhe sheqeri. 75 gram. Sheqer. 6 euro. Okej, 1. 2. Maja që e lam bashk dhe një luk sheqeri bashkë. Edhe që është të brënda. Në të përzim bashkë sa të kemi gati brunin. Me përzim fillimisht me luk. Pastaj mund ta punoj edhe me luk. Mund ta punoj, por duhet ta punoj edhe me është era e parë që po ndjek masat fikse, sepse duke qenë se nuk e kam bërë asnjëherë si recetë, nuk kisha guxim që ta bëja me sy, edhe nuk dua që të më shkoj dëm. Kështu që tani tash atje, aty gjalpit i shton 3 luk kanellë, edhe sheqer, ose sheqer kafe, po, ose kështu. Dhe kur hap pecën e madhe, e lëm me këtë. Kaqë? Pastaj duhet ta vesh edhe në furrë. Si bën këtë si furrë që vetë? Po, si buke ëmbël. Buke ëmbël me kanellë. Sa që ta bonë? Kjo është situata për momentin. Besoj se duhet të jenë gati, nuk e kam iden, sepse duke qenë se nuk e kam bërë asnjëherë si recetë, nuk e di nëse e kam bërë mirë. Tani këto nuk janë perfekte, po jam munduar që t'i pres sa më shumë simetrike. Tava është pak e madhe, nuk kam tavë më të vogël, po përpjekje dhe shpresojmë që rezultati na dalë mirë, po si hera e parë besoj se do dalin okay. Pra kështu duke i parë në pamje të parë. Dështimi ka emrin Tola, nuk ka dalë fare të mira. Ka dalë më shumë si biskota me kanellë, sesa si cinnamon rolls. Gjithsesi, rëndësi ka përpjekja dhe do ta provoj ndoshta një herë tjetër ta bëj këtë recetë.